Gjatë qëndrimit tonë në Zhenevë të Zvicrës, patëm kënaqësinë të realizojmë një intervistë me Zaim Jasharin, i cili ushtron detyrën e konzullit të nderit në përfaqësinë e Maqedonisë së Veriut. Në këtë bisedë u trajtuan tema të rëndësishme që lidhen me marrëdhëniet mes dy shteteve, si dhe roli i diasporës shqiptare në Zvicër. Jashari theksoi rëndësinë e bashkëpunimit institucional dhe kontributin e Mërgatës në forcimin e lidhjeve ekonomike, kulturore dhe shoqërore. Intervista sjell një pasqyrë të qartë mbi sfidat dhe mundësinë e diasporës, duke vënë theks te nevoja për organizim më të mirë dhe mbështetje më të madhe nga institucionet përkatëse. Iniciatore për këtë ka qenë ambasadorja e mëparshme Teuta Demio Agaj. Ajo i kushtoi më tepër rëndësi kësaj pune dhe ajo gjithçysh vendosi që të më propozoj për konsul deri. Megjithatë që unë isha tepër i angazhuar dhe nuk kisha shumë kohë. Por me zbashku me Agonin, burrin e Teutës, edhe ai ishte ambasador i Maqedonisë Veriut në Suedi, do të thotë e vendosëm kështu që edhe bëm kërkesën. Edhe çka ju motivoi më shumë që ju të pranoni këtë? Motivimi im ka qenë që nga shkollimi, ç'është më e mira të bëhet për popullin ton, ç'është më e mira të bëhet për vendin ton. Në përgjithësi kjo ka qenë një dëshirë imja për gjithmonë në këtë drejtim ku vepru. Edhe në shoqërinë zvicrane në këtë drejtim ku shku. Unë krenohem kur flas për Nën Terezën, për Skënderbeun, të cilën e kemi vu këtu në parkin William. Këtu unë jam edhe kam qenë edhe pjesëmarrës në përgatitjen dhe në vërjen e bustit të Skënderbeut së bashku me Astrid Lekën. Do thotë. Edhe për Aleksandrin e Madh, krenari të Flitet. Kështu që këtë këta ishin motivet të cilët unë e ndi njëkohësisht si një detyrë e imja t'i tregojmë botës se edhe ne kemi talentin tonë, edhe ne kemi mundësinë, edhe ne duhet t'i bashkangjitmi shoqërisë evropiane, botërore në të gjitha lamit. Në drejtimin ekonomik ne veç ju kemi bashkangjit. Ekonomia mesme vetëm është në dorë të shqiptarëve. Po thjesht në shumë shtete ka në Itali, në Zvicër këtu, në kantonin e Gjenevës apo të tjerë kantone, në Gjermani të njëjtën kohë. Kështu që tash rinia, gjeneratat e reja janë ka inkuadrohen edhe në administratat. Përgjegjësitë e mia si konsul deri janë binagëzimi i komunave, binagëzimi i universiteteve, promovimi i ekonomisë edhe firmave, organizatave tona të Maqedonisë në Zvicër, sikur që kemi bërë edhe me shumë prodhues të vinave të ndryshme këtu në kantonin e Zhenevës. Të njëjtën kohë edhe organizatat ndërmarrje zvicrane në Maqedoni. Njëkohësisht në drejtimin e arsimit, binjaqësimin e universiteteve, përgatitje ndoshta edhe ose pos përgatitje për sjelljen e studentëve të kryejnë disa orë të duhura apo ditë të duhura apo kurse të duhura këtu në Zvicër dhe këtë edhe e kum di pak edhe si detyrë edhe para se të jem konsull. Unë kum pas kriju edhe institutin International Relation Institute. Edhe ka qenë gjithçka rreth diplomacisë ndërkombëtare, relacioneve ndërkombëtare, edhe qëllimi i atij instituti ka qenë që t'i përgatismi rinin tonë në arenën ndërkombëtare të jenë në nivelin e njëjtë me diplomatët e huaj apo diplomatët evropianë apo ata të cilë botëror të cilët janë. Nuk e shoh pse mos ta bëjmë ata. Edhe kjo ka qenë ajo të cilën ka shtinë që ta pranoj edhe pak ma letë propozimin e Agonit edhe të Teutës. Sa ka qenë vështirë, sa ka qenë mundësia e bashkëpunimit me ta e letë? Vështirësinë ndoshta nuk ka,
E vetmja gjë që është për shembull mes shtetit zviceran edhe tonin shtetin e Maqedonisë së Veriut, sistemi zviceran si shtet funksionon shumë më mirë. Për shembull, dokumentacionet nga të nënshkruara nga presidentja e Zvicrës brenda 3 muajve më kanë ardhur gjithë konform. Kurse nga Maqedonia e Veriut ende nuk më ka ardhur një dokument i cili duhet të jetë i nënshkruar nga ministri i punëve të jashtme, me të cilën duhet ta kem ID kartën diplomatike. Edhe pllakat e veturës janë diplomatike, do thotë. Ende ai dokument nuk është i nënshkruar, u bën 2 vite afër. 1 vit e gjysmë nga e kemi bë hapjen oficiale të konsulatës ku ka qenë prezent, do thotë ministri i punëve të jashtme. Por ja që do thotë këtu është një dallim ku shihet që më një shtet ku funksionon sistemi, edhe më një shtet ku duhet të funksionon sistemi. Jo që nuk edhe në Maqedoni kemi sistemin tonë, edhe në Maqedoninë e Veriut, por nuk është në nivelin e duhur, apo nuk i bojnë gjërat me kohën e duhur. Shkojnë me hapa më të ngadalshëm. Po, më të ngadalshëm, po. Zotëria Shari na tregon se sa është komuniteti i madh shqiptar këtu në Gjenevë. Po, komuniteti shqiptar dikun sillet, në qoftë se morëm përgjithësisht shqiptarët, sillen ka 22.000, që janë me dokumenta. Po, mendojmë që janë 25.000 në përgjithësi. Ne kemi pas universitetin tonë të shqiptarëve këtu. Këtu në Gjenevë. Po, në Gjenevë, ka qenë shumë mirë, kështu që gjuha shqipe është mësu nga gjithë fëmijët e fëmijëve të mi sot shkojnë gjuhën shqipe e mësojnë në këtë universitet. Kemi shoqatat të mira, kemi klube ku teatrale, kemi klubet e muzikës, vallëzimit, kemi grupet, një ndërta janë edhe vajzat e vllaut tim, të cilët janë ato grupe folklorike, do të thotë, mirë është organizuar. Tash, sa i përket çështjes ka ajo e kombit shqiptar, apo maqedonas, edhe kombi maqedonas në Lozon, sidomos edhe në Yverdon, edhe në Glon, janë shumë prezente, edhe ato kanë shoqatat e tyre ku edhe ne jemi prezent, do thotë. Por shumica janë me origjinë maqedonase, të cilët edhe ata kanë arritur suksese të mira. Para një muajit kishin përgatitur, kanë bërë një manifestim ku kanë përgatitur ushqime të tradicionale maqedonase, kanë qenë kryetarët e komunave, 5 nga komuniteti maqedonas janë në qeveritë komunës, do thotë, të angazhuar, kështu që në 2 anët, edhe pala shqiptare, edhe pala maqedonase, kanë bërë një prosperitet të mirë në Zvicër. Sipas statistikave, ne mendojmë që dikun afër 180.000 janë shqiptar, apo shtetas maqedonas, po, Maqedonisë së Veriut. Në do shtetas Maqedonisë së Veriut, do të sjellen 170.000 deri në 200.000 në të gjithë territorin e Zvicrës, kurse vetëm shqiptar afër 750.000 800. Sa i përket bizneseve zvicrane, a kanë interes ata që të investojnë diçka në Maqedoni? Shumë organe, sidomos kur ti morr me organet bankare, kanë qenë shumë skeptikë. Unë para një jave kështu, isha me një nga udhëheqësit e UBS-it bankës, biseduam edhe për Maqedoni. Edhe ata ishin gatshëm, normal që i kërkojshin ato kushtet e tyre, por ishin gatshëm të vinë në Maqedoni edhe të financojnë projektet të cilët aferistët e ndryshëm shqiptarë dojnë të i bëjnë, por nuk i kanë mjetet, materialet e tyre. Kështu që ka fillu pak interesi shumë më i madh me tje. Çfarë duhet bëjmë ne që mi tërheqim investitorët, ne si shtet atje? Unë para disa viteve, pa të thonë, para se të qemë konsul e gjithë, pa të thonë se diaspora ka nevojë për një ministër diasporës. Se edhe ai ministri diasporës jetë i diasporës. Shoku se aje një më mirë se gjithë kush diasporë.
Kështu që aferistët pa mos kemi në Zhenevë, kemi aferista botror, nuk kemi vetëm Zvicran. Unë tash kam marrë një grup në Maqedoni, i cili kam marrë si turist, por ata nuk vinë vetëm si turist, ata të vinë si turist, ta shohin pak, ta nuhatin pak erën e Maqedonisë, veriut edhe sistemit, që të mund të investojnë atje. Tani kom një grup tjetër, në katin e 4 këtu e kemi ambasadën e Izraelit. Edhe shumë aferista nga Izraeli vinë këtu të kun. Ata janë të interesum tash një grup i tyre, që një pjesë e tyre janë në për banka të ndryshme, si JP Morgan, apo BlackRock, apo banka tjera, ata janë të interesum në investu, ashtu më thanë, vetëm në hotele me 5 cilësi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Malzi, këto interesoj ke po. Janë ka interesuar shumë më tepër për balkonin sot, se më parë. Më parë kemi pas paka shumë sfida, se si ishtë Jugoslavi, nuk i kanë pas shumë, nuk kanë pas shumë mendimet mira. Por tash është kriju besimi plot. Unë në çdo manifestim, në çdo takim, takoj shqiptar nga gjitha lamit, aty kënë në kombet e bashkume, kënë për klube diplomatike, kënë për mbrëmjet që organizojnë aferistët e ndryshëm, ku të shkoj, takoj djemtëri shqiptar, ku kanë pas një sukses jashtëzakonshëm, jashtë vendit. Edhe kanë kriju një shoqëri shumë të mirë. Diaspora gjithmonë ka kontribuar dhe ajo gjithmonë ndron të kontribon. Për këtë unë kom bisedu shumë herë me shumë njerëz, por është prap vinë të njëjta gjë, duhet të punohet sistemi i shtetit. Për ndryshe, diaspora ndron të investon, të krijon vendet punës në vendlindje, njëkohësisht edhe ndron të kthen edhe rinin, fëmijët e tyre në vendlindje, gjithë se sot flora bota është bo një fshat, nuk është bota e dikushme kur ti nuk mundesh të shkojsh, apo sot në çdo në shkupin tonë ne mujmë zdrimi veç të apim një kafe dhe të kthehemi. Në mëngjes vim, mbrëmje, kthehemi në Zhenevë. Në thot, ka mundësi, në qovë se të rritë, investojnë sot në Zhenevë, në ekonominë e Zhenevës, ato janë të interesuar, por i duhen informatat e duhura, të janë të sigurt për investim, në cilin drejtim, në cilin lami ekonomike të investohet, të krijohen ato rrjetet, si thash më parë, të kemi një ministër të diasporës, të kemi një rrjet diplomatik, ku rregullisht e informon diasporën, se ja, në këtë drejtim mundi të bën investimet e juve, për shka në këtë drejtim, cilët janë kushtet, çka u afron shtetit që të investojnë diaspora, por ju them të drejtën se ndoshta mendja nuk mujtët mi amor shtetit tonë sa ka mundësi diaspora të bënë. Janë dy gjëra. Një është se njerit u takohe me njën nga deputetët tonë, me origjinë ishte Maqedonisë Veriut, edhe bisedum bashkë për këtë çështje, se edhe ai më tha se edhe pala maqedonose, edhe pala shqiptare pu ikin, rinia për na ikin, për na mbesët me endi po. Dhe gjatë bisedës më tha, nuk po ka mundësi të krijojmë vendet punës. Unë nuk jom i ati drejtimi. Që them të drejtën unë si person, jom një njeri i zgjidhjeve, nuk jom një njeri i duke dhonë një përgjigje që kushtet janë të tilla apo jo. Nuk bazohen. Unë jom prej atyre që duhet të gjendet zgjidhje për qëndrimin. Zgjidhje ka.
duhet i kushtohet koha e duhur, përgatitën gjërat e duhur të shkollë. Kur të marrë me një fabrikë në Kinë mund t'i ketë 1 milion punëtor, e ne 1,5 milion pas mundësi t'i punësojmë. Por këtë kjo është duhet bëhet një organizim i madh, një punë e madhe në të cilën duhet krijohen kushtet së pari, e tani të vazhdojnë që jo vetëm nga vendlindja, por edhe nga diaspora dhe nga vendlindja në bashkëpunim. Por këto duhen më kriju rrjetet, kanë ato kanali diplomatik apo ekonomik, kanë në përdhomat ekonomike, apo në për ato diplomatike, të kryon kushtet. Unë nuk kom as një vretje për Ministrinë e Punëve të Jashtme, apo për ambasadorët, por ata i kanë aktivitetet e tyre. Ata nuk mund të mirën edhe me ekonominë e shtetit, edhe me ndërtimin po kanalit ekonomik apo diplomatik në përmes mes diasporës edhe vendlindjes, apo edhe investitorëve të huaj. Ata janë të angazhuar me organet, me gjitha organizatat ndërkombëtare, ku kohën unë e shoh ambasadori i jonë ka në Bern apo këtu në Gjenevë, ata nuk kanë kohë me gjithë stafin e tij me non-stop, pse non-stop ka ngjarjen botërore dhe duhen të jenë prezent. Ku më shku në drejtim të mendimit që të ketë një ministri në qeveri e cila mirët me diasporën, me kthimin edhe me investimin e diasporës, po të njëjtën mënyrë me promovimin edhe angazhimin e Maqedonisë Veriut, që aferistët, investitorët të vinë. Ka shumë, nuk mungojnë investitorët. Mungojnë vetëm përgatitjet, edhe jam i sigurt se edhe në Maqedoni nuk mungojnë okazionet. Por duhet përgatiten ato okazionet edhe të nohen për tavolina ku njerëzit i shohin. Unë duhet t'i kryj më shpari këto detyrat e cilët i kam, kjo është më me rëndësie edhe mendoj në çdo mënyrë, kam biseduar edhe me ambasadorin Recepi Çonbern, së paku ta krijojmë një dhomë ekonomike të aferistëve shqiptarë që janë në Zvicër dhe në vendlindje, së paku t'i bashkojmë njëherë aferistët për çështjen ekonomike kur flitet. Sa i përket edukimit, jam në çdo moment me Ministrinë e Arsimit këtu në Gjenevë, të mundu t'i bëjmë përveç binakizimit të bëjmë transferën e studentëve, të vinë studentët nga Maqedonia këtu në universitete, po e njëjta edhe po. Njëjtën kohë jam edhe me Ministrin e Shëndetësisë, jam i ftuar tash në maj, jam i ftuar në një tubim, ku ministri më ka ftuar. Edhe ati jemi të mundu të bisedoj me ata në cila është mënyra më e mirë që është e mundur të ndihmohet drejtimit shëndetësisë spitaleve tona. Unë një kumë pa që nuk janë bashkë konform, sa duhet edhe jam të mundu çka mund Zvicra, çka mund të na ndihmon Ministria e Shëndetit, sidomos e Gjenevës, këto e kanë buxhetin sigurisht veten, edhe çka mund të na ndihmoj ajo për spitalet tona që të janë pak më konform.